pas disa njoftime të komisionerëve tanë, që ka njerëz jo nga Karbunare vogël, që intimidojnë dhe i flasin qytetarëve para se të shkojnë në kutitë e votimit, erdha për të parë gjendjen. Në momentin e mbërritjes, ata po rrinin në tavolinë aty, edhe po regjistronin të gjithë emrat e personave që futeshin në qendrat e votimit. I filmova dhe më thanë që unë jam qytetar shqiptar, tha rri ku dua. I thash po nuk keni drejt të intimidoni njerëzit, takoni njerëzit. Jo, tha, unë vetëm komisionerët i kam takuar brenda të territori portës. Tani, kemi bërë thirrje dhe policisë. Policia erdhi, u fut vetëm në qendër të votimit dhe pastaj u largua, as mori një prononcim nga ana ime që ti thoja për të shpjegoja për situatën. Zoti Qela ka ardhur dhe Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve bashkë me uniformat blu. Çfarë kanë kontaktuar apo nuk keni kontaktuar me ta? Jo, unë pasi mora numrin e emergjencës. Më thanë që policia vjen vetëm po të bllokohet votimi. Njoftoi komisionerët që për situatën që ndodhet këtu jashtë, ata marrin një vendim për bllokim të votimit. Po tani vazhdon votimi? Nuk kam ndjeni, duhet të pyesim anëtarët e KZZ-s. Është disa të herë që po bëni denoncimet. Dhe disa të herë që policia e shtetit as nuk e vret mendjen për opozitën. Të gjithë duan të lënë mëshirë të fatit e situatë, e kjo situatë e ndodhur e përsëritur, edhe pse denoncuar dhe publikisht nga ana jonë, vazhdojnë kapen komisioner, kapen njerëz që s'kan lidhje me asnjë ose delegum Tirane me lista, me intimidime ndaj banorëve, ndërkohë nga ana tjetër pse kapen listat live, policia s'do të di fare, edhe pse kjo është në kundërshtim me kodin zgjedhor. Kështu që s'paku drejtim paditur, policia merret vetëm kur marrin atë proces, KZZ-ja erdhi iku dhe na la, kështu që në këto kushte ftojmë banorët që të vinë të votojnë pavarësisht çdo gjë, këta në grafmat e fundit miqtë e mi. Zoti Kureshi, dy prokurorët e Spakut dhe agjentë BKH-s janë dislokuar që ditën e djeshme në Fier. A keni pasur ndonjë kontakt? Asnjë lloj kontakti, unë kam marrë komisariatin atë që nuk dim numrin e Spakut, kështu që shefi komisariatit kam dërguar dhe këtu në denoncimet i kam bërë live dhe publike në televizionet e juaja kombëtare, në gjithë dhe po ashtu edhe në rrjetet tona sociale, se kur bëhet fjalë që ne mund të shkelim ligjin, çuditërisht ne kemi të gjitha rrjetet tona apo dhe celular tan. Kur denoncojmë me të madhe, në mënyrë absolute gjekemi të gjithë qorra dhe nuk pas kanë kohë asnjëri me pa denoncimet tona. Kështu që ftoj Spakun, prokurorinë e të gjithë tjerë që të ndërhyjnë. Kjo është minimi i zgjedhjeve të lira. Në moment policia kur erdhi këtu, as mones deklarat fare sepse unë vetëm i konstatoj momentin që po ikte. Jo, absolutisht. Tha vetëm që ne shikojmë qendrën e votimit, nuk më intereson fare, tha ç'a bëhet. Të tjerë se kush ka lista dhe është kundërshtim me ligjin. Pra policia s'do të ditë ti është kundërshtim me ligjin. Mjafton që ata që janë kundërshtim me ligjin të jenë patronazhist, çdo gjë është e kryer, kanë imunitet sot.